A janë shqiptarët popull sportdashës apo vetëm sport shikues me birë dhe skedina në dorë? Ja, unë mendoj që janë sportdashës, unë mendoj që janë futboldashës, më shumë se sa sportdashës. Çfarë të ardhme ka futbolli shqiptar, sidomos për të rinjt? Unë jam i sigurt që çdo gjë do të thonë do ketë progres, po ajo që bëjnë njerëzit e afrojnë diçka progresin nëpërmjet veprimeve dhe projekteve tyre. Për të pas një të ardhme më të mirë, futbolli shqiptar duhet të ketë një bazë ndryshe ligjore, duhet që të ketë më shumë infrastrukturë, pavarësisht se gjërat kanë ndryshuar, pavarësisht se infrastruktura është përmirësuar, ka nevojë për shumë më shumë fusha futbolli dhe ka më shumë dhe për një bazë ligjore e cila e zhvillon futbollin dhe për të qenë pak më konkret atë ligjin e sponsorizimeve apo ligjin e sportit që ne kemi thënë dhe kemi kohë që e diskutojmë, do të bënte që ky progres të afrohet. Progresi do jetë i sigurt. Ajo që ne mund bëjmë të afrojmë. A mund të themi se Federata Shqiptare e Futbollit është i vetmi institucioni pa kapur nga pushteti pas asaj tentativës të Erion Veliajt për ta marrë në kontroll? Nuk e di për institucionet e tjera, nëse unë besoj se ka dhe institucionet tjera të pavarura, pa dyshim brenda një kornize ligjore që ka vendi ynë. Por mendoj që Federata e Futbollit është akoma më shumë se të tjerët. Ke qenë shumë shok me Shako Hoxhan. Çfarë ndodhi mes jush? Është e vërtet që kam qenë shok. Nuk është se ndodhi në gjë, po kishte një... Unë nuk e kam konstatuar asnjëherë, po i lindi një lloj egoje për të qenë president i Federatës Futbollit, është e drejta i gjithkujt, është edhe drejta e tij. Mënyra se si dhe duke shfrytzuar politikën apo institucionet tjera jo sportive, ishte e gabuar. Kur ka patur më shumë fat kombëtarja, kur e uron Edi Rama, Sali Berisha apo ky urim i fundit i Erionit nga Qelia? Me thënë dhe nuk e kom pak të Erionit nga Qelia, por jam i sigurt që asnjë nga këto nuk ndikon në rezultatin e kombëtares. Rezultatin e kombëtares ndikojnë këmbët e futbollistëve dhe përqendrimit tyre. Kam edhe një pyetje të fundit. Kujt i shkon më shumë puro, ty, Qimpekës apo Endrimeksit? Në fakt nuk e di, duhet ta thonë ato që na shohin, po e rëndësishme është që ta shijosh kur e pin, dhe unë me thënë drejtën e pi zakonisht një puro ndarë e kam si një mbyllje të ditës me kënaqësi.